Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në vlogin e radhës ku këtë ditë po na shoqëron dilli. Edhe I kena vënë edhe syzat. Kena po pak si Alain Delon. Qa I keni pas punët ju, ajni kanë mirë, shpresoj që krejt e keni pas një ditë, javë të mrekullueshme, po pse jo edhe një vit të mrekullueshëm. Une sot kokna në qef diçka. Do më thonë nuk kam nëj fararësi. Kur është koha me dill, mu bajke më pëlqen. Edhe plus ma jem një vibe të mirë. Njëtën kohë do me thonë, jam të vozit edhe kërë, qëtu në trafik jam. Edhe kur është koha me dill, s'unë pengon as trafiki, do me thonë në tjeseve, qa me vove, se cili njëre ka punën e vetë. Qështu, si energji më jep dilli? S'ka lidhe, pace, dashni. Okej, jena të shku tash me pi një kafe. Është qelë në qendër një kafe shumë e mirë. Kam ja u kallëzu, do me thonë, ju që e pi një kafen, do me thonë 100% puro kafe, nëse dëni me pi, tash ja u kallëzën një vend që u ka qelë I ri. Do me thonë, kjo nuk hin në pjesën e reklamës, nuk jam të bo reklamë, do me thonë jam të folë realitetin. Kam ju qutë është një vend, edhe kini me pa se çfarë kafe bëjnë. Do me thonë, kjo kafe është veç për ato që e marrin vesh kafen. Jo për ato që pinë kafe me sot buke. Këtu do me thonë, ku kam ju që është 100% pure kafe. Une që një 3-4 herë që jam të shku, do me thonë, shumë më ka pëlqy. E thash të ndaj me juve këtë sen. Okej, le të shkomona, si që një të po, pro jena këtu në qendër, fillim të turës. Edhe tash të tregoj se ka është kafja. Ta ka ndalë njerëzit, full qyteti. Lezet I matë në këtë dill, inshallah kur s'hejket edhe nesër edhe mas nesër. Pra, si që një të po, kafja është këtu. Qa shumë këtu? Shumë City Gourmet, dhe më thonë, kafja ma e fortë në botë. Alla ambienti është të tatamata. Ka kjo ona është pjesa e terasës, verës këtu mu knaq, hije botë. Super është. Po ajo që e bën specifike këtë kafe, nuk është dizajni, po është se kafen vete pjekin, vete bluin, edhe e servojnë të jo. Dhe me thonë, ka lloj të kafeve, si që një të po. Royal Sense, Eja, El Salvador, Tulli Far, kafe ka. Edhe besonu që se cila është më e mirë se tjetra. Thash, kjo kafe është për meraklit e kafes, ato që e marrin vesh kafe. Ama veç këshirë në qëfar kafe e mirë. Nëse s'po foli më shumë, po ja u la vetë ju marrë me provu edhe mu bindë që kjo është baba I babalarve të kafes. Po du më shpjegu edhe një fakt shumë interesant se qysh pje këtë kafja. Qënë tash? Në fillim e ka qëket ngjyrë. Do më thonë është si e gjelbërt kjo ngjyra. Edhe e mushim njerë këtë kofën, mi thonë. Tash këshirë se qysh bëhet procesi I pjekjes. Pra, si që një të po, do më thonë e kanë mush me kafe, edhe kjo është diku 5 kg. E kanë mush 5 kg për arsye se kapaciteti I kësaj furës është për 5 kg. Do më thonë, kjo furë për me pjeki pranon vetëm 5 kg. Edhe një sen shumë interesant, do më thonë për mu pjek kafja, si që një të po, fura du të me emrije 250 gradë nxehtësie. Përderisa se emrin 250 gradë që nuk shkon procesi I pjekjes, do më thonë për momentin e kena 218. Pra të kjo pjesa këtu në altë, do më thonë e kena gjujt kafën pa pjek. Dhe tash është të bu procesi I pjekjes. Po, si që të cejka njerë, fura du të me emri gradën me 250 gradë Celsius. Pra, e kena emri gradën që du të me emri, do më thonë pasi që emri ka 250 gradë, tash du të me ra, shkojmë me gazin zero edhe kjo bje temperatura të shkallëta. Po, do më thonë dhe 190 du të me ra njëra. Po. Pastaj fillon procesi dhe Po, do më thonë, mas e mërin 250 që du të me prit me ra 190,
edhe fillon mu pjek kafja. Tash keni me po procesin se çish pjekët. Okej, sa po filloj mu pjek kafja, tash këto pjekët. Domethënë 15 deri në 15 minuta i duhet kafës për mu pjek, ama kjo domethënë varet edhe çfarë kafe tu pjek. Luj ka rol edhe kjo. Pra si që një të po, këtu është tu pjek kafja. Pra, faza e parë me thonë e pjekjes, a? Që shdohet. Ama, interesant një zhurë me qëtë. Qëre ngrone pak në që mundi me ngu. Si kur druni kur plasë në zjarën. Apo, që i thënë në gjuhën e kafës, first crack, a? Super. Dhe një sen të shala ma interesant. Në më thonë, tash këtë temperaturë që një të po, nuk është temperatura e furës, po është temperatura e kokrës të kafës, 205 gradë. Pra së që një të po, e kena derë të kafën këtu, tash kjo është procesi ku duhet kafën me ftofë, që mos vazhdojë, do më thonë, pjekja, se nëse pjekët shumë, prishet kafja. Që ta kuptoni ma mirë, dhe më thonë, se cili sen është me timing të vetin. Nëse pak dallashitet timingi, u prej shkafja. Qënë? E tash është faza përfundimtare, dhe me thonë, masi pjekët, ftohët, e këtë kësaj procedurët që e patë, në këtë kazan, me thonë, duhet me qëndru 15 deri 15 ditë që taman mu bo kafe që shduhet, edhe me janis me pas aromën e mirë, më konë kafe e mirë. Dhe me thonë, ka një periudhë ku duhet me prit 15 deri 15 ditë. Okej, me që e krytëm edhe kafën, tash vazhdojmë me punët që i kena. Ka studio, ku me ditë ka na qënë rruga tash, sugjën se kena pa moti. Pipron. Taksirat na u ga gjejk drita e kerit, kena arme e ndru. Që, shama vo. Pagujmë taksirata, si kja e lafi. Pa! U regullu! Kalzëm në qëfar të lojet lu. Roblox. Që dorët? Ti? Minecraft. Që dorën? Ti? Roblox. Roblox, ti? Counter-Strike. Ma be më së zajba. Counter-Strike. Na be ma. Counter-Strike. Ma be losh kam. Ha Roblox. Haj Roblox, ti? Fortnite. Bravo! Shif mu, sa më shko me lujt. A ki mund të vete së gjukin atë brënotëna? Qish? Së gjukin, a ki dash me vete atë brënotëna? Po be ma më diktoj. Një me. Farë brënotë ka pot? Pse ki vetë? 600 milion. Wow! 1 bilion, unë 1 bilion. Ka me ma vetë ketve. Pse ki vesh avatar në Stitch? Ma mirë. Në stacionin. Po, Së gjukin. a ishte mira ja? Po, shumë. Së gjukin fart veshme. Pa lidhe. Së gjukin 2 kilometri i gatë. Ku më smi dash me fmire, valla, vila, po më ndrejqin jetën, më ndrejqin. Kena orë me fali këndin, se kon fali këndin. Pa jo që du më një thonë është. Pasi që shumica që i përcjellin videot e mira janë moshe re. Edhe, po du më një thonë, falë në namazë. Jo për najsën tjetër.
keni më konë jo ma rahat. Nuk keni me hi në filmat këqia, s'keni me pas mendime të këqia. Qytetin ton, kove të fundit, shumë gjarje të këqia janë të ndodhë. Besoni që falja e namazit, ja u hek mendimet e këqia. Keni më konë këtë ma qetë, keni më konë ma rahat, keni më konë të lumtur me jetën e juve, me senet që i bani, keni me pas arsye pse me jetu, keni me pas arsye pse me punu, keni me pas arsye me dosh familje, keni pas arsye me kriju vetë ju familje. Në më thonë, qelësi i krejt të mirave është namazi. Ko marrë qëtu në kafe, këshirë në kush është në kafe. Veç vetë njeri. Këshirë. Shka bo? Okej, njës, qëtu jena të një galeri e pikturave, edhe këtu do me thonë kush e kupton se qëfar do me thonë ka që kjo piktura, shpërblim pas ka 8.900 euro. Do me thonë unë e polipi tash në ndihmë për juve, nëse e kuptoni se qëfar do me thonë ka që kjo piktur, mundësisht komentoni. I ndajnë aparet bashkë me juve. Loçkomona për momentin kena ardhë në studio edhe mendoj që këtu du të më konë edhe fundi i videos, se tjetër sens po di që ka me thonë. Hani me po, do shta mi u vetë edhe diçka do me thonë për një ide të videos. Në kartë X-i X-i, a shka mi thonë kësaj. Do shta mi u vetë kështu. A keni në ide interesant që muj me inqizu me qëta? Do me thonë, nëse keni ide, ju lumt na shkruajnë në koment, edhe shkruajnë e mirë që ta kuptoj idejen se çka është për me inqizu videon me këtë. A e keni bo subscribe? Jo, a? Bone subscribe. Okej, mësa me bo like, shkruajnë koment qata që ka ju veta, edhe shihemi në videon e randës. Edhe diçka se kishtu haru. Në description e keni serverin tem të Stilla Brainrot. Kush do në lujtë server temin, le ta klikoje linkin edhe lidhet direkt në server temin. Shihemi, kaloni shumë mirë. Bye bye.